Ky emision mundësohet nga Telkos. Përshëndetje me se të Kulinda, mirë se po takohemi edhe këtë javë. Këtë radhë kemi ardhur në qytetin e Podujevës. Në fakt në këtë fillim pranvere jemi në fshatin Bradash. Një vend njerëzit e të cilit njihen për bujari edhe mikpritje. Kështu që durt po mishene, po besoj edhe këtëve po ju bojnë pak kurreshtje se qa ka ndur. Mikpritja aty në vrejet qysh sa po hyn në fshat, janë prej banorëve se mi dhurej disa prej orrave të cilat janë të këtij vendi. Bashkë po shkojmë edhe po e takojmë dikon me na fol pak më shumë rreth historisë së këtij vendi. Të 84 vite jetë në një vendbanim, në fshatin Bradash, pa e ndru kër vendbanimin, pa dal kër prej këtij vendi, pa ja kthy shtëpinë në vendlindjes së tij. Është ky Sabet Rashid i cili na ka mirëprit sot në fshatin Bradash në vendlindjen e tij, më na tregu pak më shumë rreth historisë së këtij vendi, çush ka qenë jeta e tij në vendlindje. Faleminderit shumë që na mirëpritet sot. Edhe për ju faleminderit shumë që jeni ardhur me vizituar mos por këtë fshat mrekullueshëm, edhe këtë plak, më pas fjalor me juve, sa të muj do të mundohna, do të përpiqem të dhon ato që shumë më së miri e drejta. Qysh po shkon jeta në vendlindje? Drejta jeta në vendlindje shumë mirë. Qysh po e ki organizimin e përgjithshëm, kështu çfarë po merresh tash për të më shumë po thonë që është bë ma zër pak, a? Por unë që tash momentalisht merrena vetëm që me aktivitetet mia sa muj. Në familje teme i bëj do far punë tima, edhe më bjen makallaj trupi po më shlirohet. Çfarë punon? A punon bashkë se punoj në bashkë, kompost, spec, partizan, pjepna, bostan, purri, kep, të nafsenat në bashkë i kompost. Ku ke punëtor? Punëtor punoj tokën, e kom punu dhe pahin punë, kom punu tokën. Mund kalon baba 10 vjeç, vllaznit i as kompost, po duhet më punua. Po më gjallë. A që vogël i ke mësu krejt? E që vogël i kom mësu edhe sot që më peshmon heq. Tjerë vllaznit kompost, 4 muaj i kompost, të kocat më kanë dek, vetë hale e gjallë qështu. Gjallë edhe i fort, edhe i fort, vallahi, elhamdulillah, mirë shumë. Qysh është sot fshati Bradash? Sot fshati Bradash për sot, edhe unë i bona 84 vjetë, e 1 muaj e 5 ditë deri sot që jemi me juve bashkë qëtu. Ky fshat, nashta ka dhe fshata më të mirë, po sen gjohune është i mrekullueshëm. As ka pas fjallë të kësia kur, as ka pas nga të resa, as ka pas i pësinat nashta të vogla në ajo, po pa telash është me të në hesapet, aktivitete kemë bon, unë e më kone dhe kryetari këti fshati, 8 vjetë, bashkë për e konë mas krize. Në cilat periuda? Në periuda konë pej 74 dhe pej 73 dhe në 81. Sa ka ndryshu sot fshati me llogaritma atë kohët të mëdha? Fshati ka ndryshu me të madhe. Për të mira të kaq? Për të mira, me të në hesab, edhe mira konë edhe atëre. Nuk kemi pas telashe. Kom pas aktivista, këtë pleqë kom pas aktivista, kem pas atër aktivitete, nuk ka pas asfalt. Po të ushtru me zalute, të zgjenuet, të hiz gardhice. Kur problem s'kem pas. Kush nga ka honë mu se hiz gardhin që këneja, që aneja, këtë turbu që është pej bunarit që do me dek, e kanë shumë vetë katunarë, kanë 1 metër anej një kënej, pa u thonë kush e kemi zgjenu se, pa u zvyë shpia. Sot a ka halo qështu mirë kuptim mes banorëve? Kur ma mirë se honë. Kë fshatu të thash, dhe këtëri në aksham nuk muj më i shirë fjallë për të mirë ati fshati. Për të ishu shumë vendlindjen? E ndua shumë, të në nashtaj du, po vendlindjen të mas forti. Thash që kur nuk e largue? Kur? Prej këtij vendi? Veç kushtar kur jem konë të në 60,
65 një ku, 66 një marrë, edhe një javë jënë punë në Gjermani të djali, se kur pe qitu i dalë që jam. Qështu dëk qaja periulla që ke largë vendlindjes? Wallahi, më gom e vladi, për qaj ke katë mës, e vladi mirë punë të atje, të në hesapet, po për më nuk ishka unë. Pse po thu kështë? Pse tjetër mentalitet është, tjetër mentalitet është kështu. Frymor janë Kosovë me letë, se nuk janë të hjek njerëzit keq që i peshojnë venin e vetë. Një kohë jenë ardhë pej Gjermanie, 5 vite jenë punësuin kënë 5-6 si përmoren për dijo që tu, asë një sësët. Po prap ti po thu që je kundër për me dalë jashtë. Kundër jam gjithë, edhe jem konë. Më nejnë vendlindje se nuk o dek unë i kurkush. Se cilë e ka atë të natë mirat janë. pjesën e vetë. Po i fshatit a jenë largu heq? Jo, vallaj. Bërë një koshash po më safir më buj diku të ja. Edhe tash me kërë zbuj kurku. Vjen vend tem. Jo, kështë po pjesë popullata, e ka lëshu heq fshatin. Po ka shumë që i janë praktisë fshatra e me të Spanjës. E kanë shumë shumë. Ka tash pej qiturit që ndonë për dhije. Po qitu vinë gjithë. Ka që janë shku në Prishtinë. Janë shku ma shumë të që tash edhe në fushë Kosovës. Atë jam në rrugë. Po shpijat i kanë tu vinë verës, rrinë. Edhe këta që janë në diasporë, që tu vinë gjithë, 2 herë që kanë pushime, i kanë shpijat e veta. Ka 20% ti fshat janë bëshat, janë shkua, janë dalë, pe këtu. Tjerë ka shumë tënë në këto shpijat që përdukën, familjar janë. Vazhdojnë me të halja me popullat këgjatë madhe. Vesh po. Tregëm pak se i përmende aktivitetet që i keni pasën të kalumen, prej vullnetit që vetë i keni bërë, rrugët i keni hapë, sot sa keni aktivitete bashkë me banurt? E tash po të kaldoj, aktivitetet janë tash pak ma të vogla. Se rrugët i ka shtuve, tash e ka morë për të si shteti, nuk kemi më në punë me rrugë, ishte rrugët e tretuartë, do aktivitet. A që kemë në zveti tash, na i humanizëm me bo, na i përdikon me një muë, hoxha gjithë në gjamina thëtë, gjdo gjumo, edhe ma gjithë, kalëzëni mos ka kush nevoj me një muë. O me amarona i shpija, me dhonë njëhëm diqka me tëna, dhe të bohëm të kejtë zbashku, se bashkimi bën fuqi. Ka pas raste kur i keni një mu krejt bashkë? Ka pas krejt i kemi një mu, i ka kemi dërzuar një njëri aty komisioni, i kanë dhonë katonarë, ja kanë quë, i kanë një mu, e qështu në radhë. Halja se pas një hup krejt atë lidhjen me zveti për mbajshe? Jo, Allah, ja. Edhe këtu, unë e gjumon e fali që tu në bradar gjithë, nuk ka gjemat që dele këte kryet, për mos më folë me tetërin. Vetë u jebë në ndërën, Zotit e bohtë ka bullë, Zotit në rëftë, Zotit në mëftë, për shëndetëm, mund vjehen edhe knatësi e madhe. Në fakt e që a lidhet me këto është edhe oda që e keni në fshat. Ta është sa për mlidhni atë? Oda t'i kem 6 oda fshati. 6 mahal. Se cilja jo që ka një odë? Odën, që oda dhe u që jam qatë mahal, është maru e para në lapë. Që sa vite? Më maru që 20 vjetë. Ta është sa shpesh mlidhni ose qysh i bëni atë organizimet? Da organizimet kur des dikush mas furtik për deke kemi asi se tash për darë s'ma po shkojnë për hotele. Po. Tash po shkojnë për hotele, s'po mojnë për hotele, po i kem do të ubimet mahalës, vinë bijat e mahalës, të buhen që aty, kënë naj derte, naj qepe, naj... E që aty mas furtik kemi maru për pritjen që des dikush, se deka kopën ato në dalme. E qështu ka orë kjo ide për me bo... Se cila logje ka një orë? Na ka orë një ide se mos përri s'ke shumë vend. Na jemi kënësuar të krejtë. Krejtë këtu këtë përse 20 kull ma që në konë, krejtë sëtë jemi konë. E u duhem në përshatura frymë, bërë, edhe u organizuëm edhe marru. Do një kanë njësë këtu në shati, 6 oda i kanë që përgojnë pritje. Sa e vrenë të dallimin e neja sot që bëhen këto oda, me ty kur ke qenë ma i ri dhe më thonë oda të fshatit këtë që ka pas? Dallimin e bëj sa drita me terë. Atër oda ka pas, se cila shpje ka pas ka një oda, të madhe të vëgëll. A ka pas oda që në konë domaqina ma të bëhë, ma të përmene në konë.
Aty në shku kanë po, po duhet më dath, më prit, po nuk ka kone pamja si kur që qitash. 7 javë kone pamja. Tash një javë? Mas, tash 3 ditë. 7 javë, thëshin pohën 52 ditë, i kneshin qelimet për dektin, ku të bëjshin. Edhe këne po, e pamja që është tash nuk ka pas. Rallën shku, ka bo ki kënejt jenar, kënejt gjithë ditën në priti 10 vetë që në ardhë. A 7 javë kone prejnë atje, për tani o kanë parë në 2 javë, të në jërë në 7 ditë, tash në 3 ditë. A dy do këtë që kjo ma mirë sot që është për 3 ditë? Ma mirë shumë, shumë ma mirë. Shumë, e ardhë një gjithë vjen me mirë. Edhe ty kukë kështu pak ma modern, Ja, s'ka sa në që ma të mirë, a i pranën ma letë. Ma letë shumë ma letë. Përveç të pa më nuda janë mojtë edhe biseda, loja. Krejt janë mojtë ëdat, ju të bëjshëm një musafir marë, kër i kem pas ëdat atëhere, nuk kemi të gjithë çfarë musafiri është. Veç e kem pa ëdën ka timën. Qaj bjen kjo uda ka timën? Ëda, pritja, që shpi që ku që ëdi kanë thonë të shpi, të hone dane pe i shpije, pe i familje. Po që po thu uda ka timën? Gjaku që dhezë, kaftëri. Po? Të kanë po që dhezë kaftëri ëdë, jemi shku më halla kemi nejtë. E keni di që ato është, dikush ju pretë? Po, edhe jemi shku kemi nejtë. Ka bo hidin gjusë natë, kemi lu filgjonat, kemi lu mshepat, kemi lu të kërgje, kemi lu me sha, që ato i kemi pusë. Sa të merë modhi për qatë ko? Vallahi merë. Pasha zotin qpesh e shahonër. A ki na i shok të që mund është me vazhdu ale me lujt lojat e vjetra, do gërgjeke, filgjona? Une kam shok, po jënë dalë për renit, se në mas pari filgjona nuk ka tash që shka po të gurrone, fliana. Tash edhe lojat i keni harru? Janë harru e. Ashtu edhe Allah për shumë. Po, ju më kone, e kom vizitu? Ju më kone në disa herë aty, kemi lu filgjona, kemi bu muhabete, kemi janë aty, ka ke konë veç në ta. Po. E ju më kone qatë, ju më kone ku marrë. Mi këthy pak ato kujtime që ke Po pos? kretë kujtime që pe i veke shpate, leqe, bërdile, hajde djale, të nëjnë këmë qatë. Ka në bu shumë një që më i kujtu ato. Po, me kujtu historinë. Na nuk, së tha më u këthyë, se s'mu i më u këthyë, ma po më i kujtu bë, që shakon. Prej nga i na ardhë dhe që shenë sëtë. Qartë. Tregëm pak e përmendëm, do më thonë, këtë pjesën e traditave, mirë po, me qka janë marrë njash të këti fshate në kalumen? Qështë e kanë arrit me siguru e bukën, bjetesën, mbradash? Qëre, mas pari, në të kohëna, janë shkuën e për gurbet, punëtor të këtu bëjtë, janë shkuën në Beograd, Zagrepe, Ljubljane, që të shtete krejtë që janë qësajtë, për Serbije, Macedonije, Crnagore, mujdore. Po tani dikur, o kone e një pjesë, si dhe mos e bradashit e që kërreth në Trepqe kanë punuar. Në Trepqe? Në Trepqe. Pe që i tuhit 5 sahat kanë bo punë, me gjenë shku kome në orë. Në kom? Edhe në hinë dhe për zjalli, për më unë registrin për familje. Edhe ka pas shumë për këti fshatin në Trepqe. Aty të një mo një punë e madhe, për pare e Trepqe, se kone fort atë. Edhe kanë arrit me i ndërtu këto shpia edhe punëtorin kanë këtë fshatu. Do ka jo qa që mirë, po se kanë lënë shterë. Pa punue, e kanë punue krejt. E kanë punu. E sot? Sot përveç te që ka dzove që punën alo? Qure, sot ka njës apet me punue. Apo? Po, ka njës me punue me të madhe. Gjo e mirë kjo, pozitive. Ka njës me punue me të madhe, po punue. E qa po menen që i ka shty më këthy prap të punimi tokë, se një kohë ka që nuk e punojshin tokën e për fshatra shumë. Qure, këtë në here, duhet më këthy apet madhe se ka honë që shi kje mashkujt. A i kje mashkujt të shpi janë punë, jo valla të shpi e shqyqërë. Nuk ka vano shumë, shqyqër që kjenë punë, punojnë, bani dore. Tash po këthejt apet e... Për me punu tokën është knaci. Se mos me punu tokën më shë thera. Dhe del që a del hesab më për tokë, nuk bon mos hesab, s'kon hesab me punu, po duhet me punue. Qështu.
E përmendëm që si largu kërë prej këtuet. Çfarë kujtime ki kur je kam fëmijë këtë fshat? Qëre kujtime kam shumë në s'kallëzova si mua më ka dek baba më ka lënë 10 vjeç. Jetën e ke pas ma të shtirë. Falë Zotit nonën, se nonën e kom pas të meqme, të cjelshme, e më ka këshillue, kur pa izë nonët nuk jem dalë të i pari këjshi. E rezidenca konë e shtirë mu bëjdarë, po kem pas gjonë atyre. Kur më ka dek baba më ka lënë kije, lëpe, dhene, dhije, të në duke me shqit një del ma i kindja mu bëjdare, u duke më që vë, më që në pazar, më përdi më i shqit, më ble diqka, po nuk ka konë harqi që shëtash. Atër jemi morë me sene vendore, zejtin s'ka pas, më ble zejtin e këtë, tëna pe i shpije në bon. Po, prej produktet E qështë. tani po kemi rënu, jem bojdare, tokën e kemi pas, që ata tokë që kemi pas, na ka bojdare mirë shumë. Me fëmija keni lujtë loja këtë në fshat, që shukon? Kemi lujt, i di ato që shluhan krejt, po une nuk kom pas nga më luha. Ma shumë kara me punu. Ma punu, shumë marë kara më punu. Une jem martu 14 vjeç. Njeve, Shumë i ri. i ri, kur jem martu une, nonën edhe një mëtre kom pas. E ku kom marru në një familje të madhe, 56 antarën konë. 14 vjeç zonë. 14 vjeç që martu. Që shu bo dorës ma jote? U bo dorës me jem me këngatarë. Me gjymësh, me të natë mirat e Zotit. A e mon me në halja krejtë që shu? Krejtë vëllohi pej për një gjithë punë. Qështu. Sot me krahësua dorës më në tonë dhe po besoj ka zgot një ove? Po ka zgotë qërë atyre pej tejtës, dhe këtëri tonën në aksham. Tejtën në një skedarsma, e të premtën, e të shtunën, dilën u markenuqa, tonën u kësyrë kënë e ravli, qak tonën e të mortën më qkep, ku shakon Tonë nuk kom dita grove, apo? tonën në kondita e grojë që u kësyrë kënë e ravli. Në tajten ja keni njësë? Tejtën në njës darsma, i thirshin qikat me njës darsma. I thirshin dë grabë, një loku mas pare, akrabaja, e një marshin një gjallë që i ka babe nonë. Që i ka 2 prind, Po. me si të kulaqin, edhe me një plis. Hale plisin të ma marin djel, tajtër kërë njësin, edhe se i bujnë e pra të jela, plisin vinë ma marin. Robali sa pita, po ne plisin për, që me qinë krye, edhe me njës darsmen, me sit. Tash këto tradita dorës më s'hala po i moj ka në shata? Po, kur njëse darsmen, ku do qofë që e bon qëllin hotel, darsmen njësin, tajtën. Edhe me ples. Me plis tem që kjo më halë këtë vëlloj e pare. Plisi e patë edhe një histori shumë të veçantë që më tregove, që 70 vite, Plisin e kom që 74 vjetë. se ke hekur. Baba më ka dek 52-ën. Unë jemi lindu në 42-ën. Nona më ka shkurtu plisin me gërshon të dhene, se s'ka pas e gërshon të vagla, e kom qinë krye, mo hjek se kam. Edhe Ramazanin e kom një në qatë vit, që u duhet mu moj zët e shpis me zërë. Mu rrit, mu mëshën, se i zët e shpis ka pas fuqit madhe. Po, i ka shku fjalla ma shumë. E ka shku edhe jom dalë të një qashtu veç hjek se kam kur peshmon që jam. Sot 6 plisa më kanë në Ramazan. Dhurata. Dorata, i kam pasha zotin në rëmanat. E pas keni lidhje të veçantë me plisin. E kam qashtu, po. Po kallëzëm për shembull, e tha që e kon jo në Gjermani. Po. A ke largu plisin, a Jo. që s'kan këqyr tjetë? Ja, plisin e kam pas qështu. Kur hjek se kam, kur së më kanë nënqmua as Gjermant, as ata tjetë, vetë më kanë full gjithë, unë e dalë shaven shavetën. Veç vëllaj gjithë më kanë përhe. 3 nipa i kam atjet, 3 ja u kom qitë fotografit me plisa. I kanë atje, këtu e kom, 3 ve u kom qitë. Pse? Mësë në tharë. Mos më harru baba, gjaba gjyshi, mu moj tradita. E sot që nuk i vendosin plisa, qysh duket? Vallaj duket mjerim. Plisë është shaj, plisë është
para të në hesope, se ka keni që arshikohëm me plisat bordë, thëmë vetë jem shqiptarë. Atë në plisë ka di qka je. Ja, edhe kështu mira. I trita është se bajtë, s'mujnë me bajtë. Qush e bajnë, unë s'mujdanë për një kërështruën. Jem su tash. Pra edhe plisin me bajtë, duhet me po shkryet e këfjellët. S'munët bash gjithë kësh me... Jo, Allah, se nuk në nëqmuhet plisi. Ja, Në kohën kër e ke vendos ti 14 vjetë, a ka qenë që shtu me i vendos krejt në mosh ma të re? qëre, edhe atëherë nuk i kanë bajt krejt. Ndo këtë shkën me mosh pak, a? Po me mosh, veç vëllat, 80% i kanë bajt. Veç me mosh kanë. A unë qashtu i kam vetë. Fej baba që kanë në plisin, të kalëzova dhe mos se kom pije. E i shola nuk e largën kërë dhe Edhe s'jom peshmon heq. Se Isa Boletini, kur ja ka flamur Smajl Qemajlit, me plisë konë. Kur e kanë flamurin vlorë. Edhe nuk i të me kom pishmën, është pjesë e traditës tonë, Heq peshmon s'jam, heq. Jo tybe. Tregëm pak edhe për pjesën e luftës, që ka prit fshati? Ma herët tha që janë konë gjysma shpive djeguna. Luftën po të kalëzaj. E kemi prit fshati, ka kohë gaci s'më në shterën fjallët e mja më të kaldu për luftën që kemi pastu. E kemi prit që kur vlazni, që në ardhë ushtëria shlirimtare. Sot dhe mërëqet e trupi për ta. Unë nuk kom që më një për ushtëri gjonë të fjallë të keqe kuras. Na i kemi pas familjarë, që kur familjarë, natën e madhe, u bëj kereni kush e diku, të jau që në shtabë, me ravanije, me tespishte, me sene ushtërisë. Jemi konë të pandam me ta në familje, se logistika që e shpje jem që ke pe, që aty konë. Shtabi u që kësë u konë... Shtabi u konë manena, të dhe kusheri, njësë ka kënër mjetë. Po, e logistika ka qenë shpetone? Logistika ka në shpiteme, kom nej që aty, e kom ruaj, kom hon s'ka nevoj, se di vetën, kur jo dalë që në bjeshve, rreth të i vizituash atë lastika, se në për lastika në konkret. Në shatura ka nejtë banorët, Krenë shatura, në lastika vesh, kur atë knatësi se harraj. E kush o dek, Zoti, ishallah i rahatën e bon rahme shpjetyne, ishallah se harrojmë atë gjaktyne, po vëlloj o harruë për mani. Pse po thu kështë? Pse po të kalëgjaj. Vëlloj mu kënë vetë, sa bit bradashi, kohë gati shkua si shapo, ka luë kush as ka hasis se me përkujtu ato bërë hale dhe kush e disojën zhdukun. E 1600 asojën le pa u gjinë. Zhdukun me dhunë. E duhet më dalë më bonë që kanë pas babe none, kanë leon shpi keqa, mshirë shpija krejte. Shpejt e kemi harru na. Shpejt e kemi harru luftën, hije ka te. E qa do që harrohet për sëritët? E vëllaj, unë ju konë gjithë kujnë rëtë në sot mësë me i harru. Me ushtëri që kemi po në këtu, më konë një farë Nuradini Bishi, komandant Leka të ishin. A konë me po të ka për qelëce, o konë profet, ka po të lirezimës pasha zëvët, kemi kaluë. Sot dhe mërmollë dhe më të bu me ta. A vinë me të vizitu? Vinë ve rrallë, vëllaj rrallë. Harrua dje si po dhe të një përhezi, që mirë kemi kalu, ma mirë nuk ka heqë. Gjështu. E përmene që jeni konë shatura, edhe prapa i keni bo mirë ushtrisë, përveç ushqimet, ja keni që edhe mbëlsira. Vallahi o mëlsina, tomlin e vlejshim. S'ka po shpi që s'ka po ljap. Na të kushte dhe ju ka rënë dhe për tjerë. Vallahi si kur e vlat vetë, dzëja të shpisë e kanë vjo tomlin e u kanë që ushtrisë. Si kur e vlat dhe vetë, qashtu i ka i mikshyrë ushtrinë shtirimtare të Kosovës. Kur ndodhe çlirime, çush e përjetove te? Pak i lodhën. Pak i lodhën se çlirimi u fitue, e liria më rini dhe i diku, po nuk ja deftën vleftën. Ka pas henëz punë ta në këtu. Jemi një qpejt. Përshë haseti që shë në vjeti, që një vjetë kuvendi pa nuk po fiqerojnë për njerëz, nuk po fiqerojnë për popullat.
pas për veti. E që aty jam i fteft. Nuk do të e marrë mëna bashkësimi Evropian më na pajtu ambasadorat në veti, po më bu një vend. Veç, ajtë jam mujkni, ajtë jam mujkni. A ka pas ndaj moment për jetim të ranë që e keni përjetu gjatë luftës këto? Naj humbjet, naj shokot? Po, kemi pas vëllai. Ranje dëshmorëve? 15 këtu janë vranë fshatu. Që po duket të guri i bardha, përse 2 ushtarë janë vranë Maljak, Bedri dhe Eset Maljuk. E ka manet, ka 2 janë zhdukën që në zonë, që në gjithë kur, më të bradashët. Janë vraj, kanë vra plakat, në shpe. Kanë vra, po prap duhet njeri, sa të është gjallë më punu, më mundu. Unë më konë razi që i shëjtë, më konë një vend. Po doj partia së kur gjo, duhet më konë njerëzia, njeri. Më bo një gëj. Mos me arru sakrificat? Mos me arru sakrificat që kemi pas. E qështë. Për fund, prej te e kisha dasht një mesazh nështë për krejt shikuesit e televizionit TVN, qa më ndonë që kështë mujtë me ju thonë si mesazh? Vëllaj, si mesazh, mas pari, ja kisha thonë që dë familje, mos më një dhunë në familje. Se familje është e shajtë. Që kur bëhet dhunë në familje, më lesh i kresë më nërësjetët. S'ka pas një dhunë në familje. Su kontra dite shqiptarët? Jo, nuk na ka hije. Tani që këtu rasti që ndërëdhin ma jasa, ka ma strategjia ronë. Që janë miku, ashtë që kemi dhimë shkallët na. A i më kërkun që na ke shkallë krejt. Edhe mesazhi jam është me pas marrëdhëniet e mira nër me veti. Populli, kush do qoftë. Edhe ky pushtet më kthye marrë herë për gjithmonë. Më fiqiru edhe për popull që veç për veti. Që ka që kam. Unë falenderoj Ju në era u shumë. ko shumë. Inshallah për të mira zatetën e ndigjohëm. Falenderoj shumë për krejt këto këshilla kaq të mira. Faleminderit edhe për Besoj ju. vallë ka njerëz që japin mesazhe kaq të mira edhe domethënse për shikuesit tanë, kështu që faleminderit shumë edhe për shikuesit e shihemi të shtunën tjetër. Ky emision mundësohet nga Telkos.